Dashur miq, jemi sërish me podcastin e Qendresës e tek kemi biseduar shpesh për çështje cilat lidhen me politikën, me zgjedhjet, me arsimin. Sapo kemi dalë nga java e arsimit, cilën në fakt me Qendresën ne kemi pasur mundësi ta organizojmë. Në fakt i rikthehemi një çështje të cilës me Qendresën e kemi cekur, të cilat janë zhurmat në kryeqytet. Kam përshtypjen për gjithë ata të cilët janë banorë të kryeqytetit e kuptojnë se çdo të thotë zhurma dhe se si ne duhet që të jetojmë me zhurma të ndryshme në qytetin tonë, por specifikisht me një temë e cila lidhet me fishekzjarët. Në fakt unë kam të ftuar për këtë temë dy vajza, dy aktiviste, Rea Xhukellari dhe Jura Çitozi. Shumë faleminderit që jeni pjesë e këtij komunikimi. E nisëm pak shumë me seriozitet, por nuk ishte kaq serioze situata para se ta nisnim këtë bisedë. Shumë faleminderit që jeni pjesë e këtij podcasti. Faleminderit juve. Faleminderit ju. Mirë vajza, ju desh pak kohë të vinit këtu, a? U vënuan trafik. Po, në fakt, dihet trafiku të Tiranës se si është. Qyteti është çike ngarkuar, sidomos kur bie shi dhe moti është i keq. Kur bie ky shiu është shumë. Po ti Rea, je ambientuar me trafikun e qytetit duke ditur që vjen nga qyteti ku edhe un kam lindur po gradeci kështu. Unë para udhëtoj me urban ose me makinë dhe në rastet kur e bëj e ndiej radi shumë, por që në Tiranë mendoj që të ecësh është më mirë se sa të përdorësh mjetet të tjera. Të shkurton më shumë kohë. E vërtet është, po. E megjithatë ju keni ndërtuar një aksion i cili lidhet me fishekzjarët. Tani unë jam gjithashtu një kështu armik i fishekzjarëve në orën 12, se duket sikur marr pjesë në çdo ditëlindje të çdo apo gëzimi të çdo qytetari. Megjithatë unë pa filluar te këto pyetjet e radhës, me që juve ju shqetësojnë fishekzjarët, do doja që t'ju testoja një çik, domethënë a përbëjnë fishekzjarët? Të mërshme. Okej. Ky ishte testi. Tani e kuptojmë që shumë surprizues në fakt. Tani e kuptojmë që doli jashtë skenari fishekzjarët festiv. Tani e kuptojmë që fishekzjarët për ju zyrtarisht janë të frikshëm, Se po mendoja një herë të kuptonim sinqeritetin që ore u friksojnë vërtet fishekzjarët. Tani ne e morëm përgjigjen pak a shumë. Po si lindi kjo ide? E morët vetë një nga ky shpërthimi që sapo po do na duhet pak kohë, në fakt kështu siç na duhet për 12 natës kur bien fishekzjarët. Edhe tani do na duhet pak kohë, e kishim pak më afër se ç'duhet. Edhe ishte edhe jashtë skenarit, siç e tham. Ta dinim, të ishim përgatitur paktën. Po tani do presim dhe orën 12 të presim fishekzjarët e tjerë. Po, dhe vazhdojmë. Okej. Ne u lodhëm shumë në fakt. Ky mi i afërti me locationin tonë ishte 1 orë, na u desh të vinim ta merrnim edhe ta bënim gjithë sken për ju. Po faleminderit që i mbietuat zhurmës së radhës. Unë meritova kupën. E keni merituar kupën. Ne, shiko, nuk është se vetëm ju do t'rregoheshit kreativ, jemi treguar dhe ne kreativ për t'ja u shqetësuar një çik, për t'ju shqetësuar, për t'ja bërë një çik më të bukur ditën, se trafik, punë, gjëra që se kam prishur rutinën, kështu që e vendosëm pak shumë për t'ja u prishur rutinën sot edhe. Shumë, po. Çrregullim rutine. Për ta mbajtur dhe mend, e ke parasysh? Po, ta mbaj mend gjatë këto. Ne sigurisht që çështjen e shumë problematika në kryeqytet ne i kemi adresuar. Mirë, po kjo e fishekzjarëve ishte pak kështu origjinale. Edhe është me interes kam përshtypjen edhe për dëgjuesit që të kuptojmë në fakt si u gjendëm. Ne kemi patur mundësi së bashku, unë nuk dua të bëj kështu si jashtëm, është një gjë që ne e kemi krijuar bashkarisht. Edhe mos gaboj, ne kemi arritur të marrim rreth 662 firma, për të cilën kam përshtypjen që do kaloj edhe pak më shumë kohë për të marrë një pjesë tjetër. Ti i kontrollove të tutë, edhe aty ishin. Po. Kështu që shumë e lumtur në fakt që e kishin kryer detyrën e dhënë. Super. Domethënë ishte megjithatë ne kemi pasur mundësi të dalim përtej atyre që janë familjarët edhe miqve tonë, sepse është e kuptueshme, ne nuk mundet që secili nga ne të ketë 600 njerëz cilët. Po, në fakt ne dolëm që nga aktiviteti që bëm tek te sheshe. Dihet që kishte persona që firmosën online, kështu që nuk ishin as miq as familjarët tonë, po ishin njerëz që kalonin edhe plus që impakti fishekzjarëve është shumë i madh dhe ti e shifje
kur kishe kontakte me njerëzit se sa shqetësues ishte edhe për ta. Se në momentin e parë që ja u prezantoi, thoshin wow, po, më në fund. Që mendoj se ka goxha ndikim dhe numri është relativisht le të themi mesatar dhe mendoj që ka akoma më shumë njerëz që do donin ta. Okej, po edhe për arsye logjistike ne nuk mund të shkojmë te kushdo. Megjithatë, edhe kjo është një iniciativë që ka marrë një lloj sensibiliteti, edhe unë ju kam parë juve që keni shkuar në emisione të ndryshme, kryesisht ato të mëngjesit për të le të themi informuar publikun edhe për ta prezantuar si nismë. Megjithatë, këto impaktet e njerëzve është shumë interesante pak për ti ka pasur vetëm njerëz të cilët e kanë mbështetur këtë? Apo atëherë diçka që mua më shqetësoi, le të themi, gjatë mbledhjes së firmave ishte që kishte njerëz që këtë shqetësim e barazonin me një shqetësim tjetër, për shembull, ose e hidhnin këtë si shqetësim dhe thoshin që kjo është më shqetësuese. Ajo që më ngeli në mendje mua ishin personat që thoshin që i shqetësonte shumë namazi ose rënja e këmbanave tek kishat. Gjë që mu duk jo shqetësuese dhe diçka mund ta quaj edhe personale dhe nuk mendoj që duhet të ishte trajtuar në atë lloj mënyre nga ata persona dhe le t'ju themi njerëzve që t'i japim pak sy dhe për këto problematika që na prekin të gjithëve, jo vetëm ato personale që një person tjetër i jashtëm ndoshta edhe nuk i kupton dot. E kuptoj. Unë do thoja që ajo që ishte më shqetësuese në fakt ishte që personat po e mbështesnin këtë nisëm, por kur vinte puna për të firmosur dhe për të dhënë emrin e tyre e shihnin si një problem shumë të madh. Po kjo është interesante. Për çfarë ka frikë ky popull? Nga çfarë? Mendoj që njerëzit nuk kanë besim. Mendoj që njerëzit e kanë atë frikën që po jap numrin sepse edhe do të thënë vetë censurohen apo janë objektivisht ndonjëherë edhe të saktë që ore këtu në këtë vend të bëjnë presione. Shiko, kjo e dyta që sapo the është më e saktë sepse është e vërtetë. Unë personalisht mendoj që e dyta qëndron sepse kishte shumë njerëz që thoshin mua më ka ndodhur një situatë tjetër që kam dhënë emrin dhe firmën dhe mua më shkaktua ky problem. Domethënë ky popull nuk është se nuk ka pasur probleme dhe tani po ka frikë të bëj diçka të re. Kjo gjë është e mbajtur brenda dhe thjesht kalon shkallë me shkallë dhe ngelet aty tek ne. Po megjithatë, shiko, përgjithsisht këtë çështjen e zhurmave, unë e kam parë që të jetë e modës për këta që janë moshë e tretë. Më thënë nuk e di nëse e keni vënë re ju, po që mbase kur je i ri e ke pak qef zhurmën. Edhe për ju si erdhi kjo, domethënë, vjen e natyrshme, a është vërtet edhe për ju shqetësues apo e kuptoni që ka një komunitet të madh që është i shqetësuar dhe pse jo të le të themi ne bëjmë shumë kauza të cilat nuk bien drejt për drejt për ne, po ne duhet solidarizohemi edhe me ata të cilët në fakt nuk kanë mundësi ta ngrejnë zërin apo të organizohen. Unë do thoja mendoj që kjo kauzë na prek gjithëve, sepse edhe për mua që jam studente, jam në punë, jam në moshë 23 vjeç, në momentin që bien fshekzjarë në orën 12 natës është një shqetësim shumë i madh. Dhe jo më për moshën e tretë, që normalisht do ishte shumë problematike ose për fëmijët. Se ne edhe kemi diskutuar për një bebe që sapo e ka zënë gjumi, stresi prindit, që duhet ta vendosi prap, trauma që merr, sepse një zhurmë që kalon një volum shumë të madh, dihet që është problematike dhe ndikon edhe shëndetin mendor, përveç se është shqetësuese në Po, e vërtetë është. Edhe po bën sens kjo, që do të thotë ti pavarësisht se mund të jesh i ri, nuk është se je jashtë kontekstit, në familje ke patjetër. Motër ose vëlla që mund të kenë fëmijë të vegjël apo ke gjyshërit apo ke prindrit. Kështu që bën sens që edhe nga një perspektive të riut ta përjetosh zhurmat. Megjithatë, specifikisht ju ishit kujdesur për zhurmat apo edhe për elementet tjera të cilat lidheshin me fshekzjarët, apo adresonit edhe problemat tjera siç mund të jenë zhurmat e makinës, trafiku, ndërtimi, domethënë si qëndronte përzgjedhja juaj në këtë iniciativë. Atëherë specifikisht për zhurmën e fishekzjarëve, por edhe për pasojat që fishekzjarët sjellin, sepse përveç zhurmës, ndotjes akustike dhe shqetësimin e personave, sjell gjithashtu dhe shqetësim të kafshëve, sjell ndotje të ambientit dhe çdo gjë me radhë. Por specifikisht ne kemi dashur që njerëzve t'ju bëjmë me dije që kjo zhurmë realisht është shumë shqetësuese dhe po zgjatet më shumë se ç'është e nevojshme. Nuk është e nevojshme që çdo person në orën 000 të plas fishekzjarët për 10 minuta.
kjo është realisht shumë shqetësuese dhe unë si një person që realisht më duhet ai gjumi për të ngritur nesër dhe për të vazhduar Gjumi na rutinën. duhet gjithëve në fakt, nuk është. Dhe është për te normale që një person për një festë të tillë të shqetësoj një lagje të gjithë. Pra ne kemi dashur që komunitetin ta sjellim si një të gjithën dhe ta sillim të festën pa zhurmë. A kishte, a kishte edhe kur komunikonit me qytetarët, a kishte shqetësime tjera që lidhesh më shumë me trafikun apo me apo thjesht ju keni kapur një specifike dhe doni ta çoni këtë? Duke qenë në kontakt me njerëzit, pam dhe shumë problematika të tjera që detyrimisht lidheshin me zhurmë, se Tirana në vetvete është një qytet i zhurmshëm dhe shumica e qytetarëve shqetësoheshin edhe nga buritë e shumta që ishin në orë të papërshtatshme të natës, persona që ndoshta krijonin zhurma poshtë pallateve, domethënë grupime të ndryshme dhe donin që policia ose institucione kompetente të merrnin masa për çdo lloj zhurme që krijohej në një fashë orare jo të përshtatshme. Po Jura, shiko, unë do të bëj një pyetje. Domethënë, unë dua që kjo biseda jonë të jetë kështu si shumë e lishme në kuptimin edhe e terminologjisë, po edhe e konceptit bisedës. E them se kam përshtypjen që dikush duhet ju ketë thënë, po nëse nuk ju ka thënë, po bëj unë këtë personin që fishek zjarrit janë për festa, kupton. Çfarë problemi ka? Por po më lër të festoj. Pse duhet më limitosh, pse duhet si të shohësh ka shumë në një fshek zjarri ku ti nëse e ke kështu dil në balkon edhe mund ta shikosh, është edhe gjë e bukur. Nëse të bie këndi, ta pa. Problemi është këtu që sigurisht që fshek zjarri është për festë dhe ai që e hedh patjetër që po gëzon, nuk është se në thelb po bën diçka të keqe. Ideja është që mendoj që duhet të ketë një ditë të caktuar, siç është për shembull data 31, që okay, i hedh bashkia dhe për sa kohë i hedh nuk kemi ç'theme në këtë moment. Është një sjellje e përgjithshme që të gjithë festojnë. Po, të gjithë festojnë dhe okay, por nuk është normale që çdo ditë, sepse kjo po ndodh, çdo ditë madje edhe pse ne kemi marrë këtë nisëm, kjo po vazhdon se nuk është se e kemi dërguar ne në bashki dhe të kemi një ne na plasim edhe këtu domethënë. Na plasim edhe këtu. Kështu që besoj që duhet të ketë një lloj kufizimi, duhet të ketë një lloj rregulli. Sepse orari është pak shumë i keq në orën 12 natës. Po kur gjithë janë gjumë praktikisht. Kur gjithë janë gjumë. Ndoshta dikush mund të mos jetë, por shumica janë gjumë, se në orën 12 natës normalisht. Po. Kjo është absolute. Megjithatë ju keni menduar në një element konsultimit me autoritetet, domethënë, nëse po merrni këto firma dhe këto firma janë bërë aq sa janë bërë që në eksperiencën tonë për së vërtetës janë një numër i madh firmash kur bëhet fjalë për të marrë dhe temi angazhimin e qytetarët që ata nënshkruajnë edhe se është e ndryshme këto petacionet që bëhen vetëm me një klik apo ju keni një institucion ku ja dorëzoni këto, domethënë kujt i drejtohet ky si peticion? Ky peticion drejtohet bashkisë. Bashkisë Tiranë. Ka ndonjë mekanizëm ata si mundet të po pyet për masat që ne kemi menduar që ata do marrin. Ose masat ose domethënë si mundet që të rregullohet kjo. Së pari mendoj një fashë orare. Pra që mos të jetë ora 12 e natës, po të jetë, nuk e di, ora 6 deri në 8 të darkës. Pra që të jetë një orar normal që të paktën njerëzit nuk janë duke fjetur. Të ketë një lloj sanksioni, pra një lloj gjobe, që të jetë për këta persona që i hedhin në orën 12 natës. Dhe mendoj kaq është mjaftueshme, patjetër që mund të ketë të tjerë, po. Por në keni pasur një komunikim të deri më tanishëm ose planifikoni të keni një komunikim me zyrtar të bashkisë, domethënë si duket situata, mendoni që do mirëpritet? Mendoj që do mirëpritet. Për sa kohë edhe firmat do mblidhen, edhe nuk është se është një numër i vogël. Besoj, jam shumë e bindur që numri do vazhdoj të rritet edhe kur ne ta bëjmë vazhdim. Dhe sigurisht shqetësimi është për tek këtij numri. Dhe shqetësimi është, domethënë, edhe në kuadrin ligjor është në rregull, sepse është ndotja akustike së pari. Që kështu besoj që jemi brenda kuadrit për të marrë përgjigje pozitive. Po ti vetë ke qenë ndonjëherë kështu e irrituar në një moment? Kur kanë fshek zjarre? Po jo vetëm fshek zjarrit, po kush është domethënë ti jeton në një qytet që tu desh një orë të vije për shkak të trafikut, dalë deri deri këtu. Shumë pak. Po. Rruga, distanca. Domethënë ka ndonjë moment që ti kështu del jashtë vetes, sa të thu, ose ka pasur domethënë. E di kur dal jashtë vetes, kur përveç se fshek zjarreve është ajo zhurma, që këta që martohen, fejohen, kanë ditëlindje që vazhdojnë ajo zhurma edhe pas orës 12 natës.
kënga, muzika. Se fshekzjarja është një moment. Është kjo festa tradicionale shqiptare që thuaj që kur e Që zej martohen, që bëjnë ai vallet. pallati përball, Po. Se fshekzjarja është një moment, po të mendosh zhurma, më thonë, doja të merja policinë dhe thash nëse nuk pushon për 10 minuta, i vëra një kush vetes, do ta marr policinë. Isha duke mësuar, kisha provim të nesërmen dhe imagjino pak të dëgjosh Napoleonin, ndërkohë që ke librin përpara dhe thua, të më hyj kjo në tru apo të më hyj Napoleoni. dhe si përfundim kur shy në tru. Hyri libri sepse kënga mbaroi, muzika mbaroi, por që gjatë verës njerëz është të tmerrshme, si gjatë verës mbartohen njerëzit, korriku, kushti dihet, se ndihmër hajt më. Ti mëson edhe në korrikusht? Po mësojmë se japim edhe provimet, po, normalisht. Do marrim 10. Po është interesante, shiko. Nuk e di ore, në Pogradec vazhdojnë këto dasmat që për shembull e bën 3 ditë. Mendoj se dasmat. Se 10 minuta për shembull jura ka Po. qenë me fat, 10 minuta. Po. Mua më duket pak, unë ja bëj halal, Mirë, kujdes. shiko se nuk ishte 10 minuta, kishte nisur që në 8, po them pas orës 12. Ah, kur kape pikun ti, Po, kur më kapi ajo dhe mua lëshoj. pak, po, normalisht se. Të them të vërtetën, në përgjithësi dasmat i ndalojnë në 12 se ka shumë rend policie që janë në lëvizje gjatë gjithë kohës dhe ne si qytet i vogël na pëlqen të komunikojmë shumë me njëri tjetrin dhe policia është gjithmonë e informuar, kështu që në 12 në përgjithësi kjo muzika hengu ndalohet. nuk e di a i mbani mend juve këto që kur martoi dikush në zakonisht bëheshin dasma në për apartamente, sepse ekonomia nuk ka qenë jo dita e dasmës, po ky procesi i pritjes, i marrjes së nusës. Po janë këto pra vallet. Vallet që bëhen. Një dasëm. Do me thënë, këto janë paksuar në për apartamente dhe po kam përshtypje në zona pak më të largëta urbane, edhe për shkak se mund të kenë një lloj infrastrukture më të shumë dhe komuniteti është më afër. Ndodhin edhe për shembull unë kam qenë një trajnim mbaj mend në Kukës dhe nëse ne kemi qenë 3 ditë aty 3 ditë ajo shtëpia aty në katin e dytë Vazhdonte. kishte nxjerrë 2 bokse jashtë dhe i thnin valle. Po. Në disa raste edhe solidarizohen qytetarët, më kupton, bëhen pjesë e këtij gëzimi edhe e mirë kuptojnë. Po kam përshtypjen tani që komunitetet janë pak më të largëta, ti s'njihesh me komshiun, ti je shumë largët, bëhet pak më e vështirë për ta mirë kuptuar. Prevalon ajo mësimi që duhet japësh. Normalisht. Megjithatë, unë mendoj që kjo ka nevojë për një lloj shtytje institucionale. Mua më kanë thënë që këto nuk është se ka një rregull që këto nuk është se lejohen, po ka nevojë për masa shtrënguese, domethënë si është situata ligjore tashmë. Në fakt, me sa informacion je më pak kështu e prirur ndaj çështjeve drejtësisë dhe ligjit. Me sa informacion kam unë thjesht nuk lejohet, po nuk është se ka ndonjë sankcion ose të kemi një informacion të detajuar, pra që nëse ndodh kjo gjëja, cila është pasoja. Pra nuk e dim, thjesht nuk lejohen dhe kaq. Është marrë ndonjëherë seriozisht kjo nga institucionet? Me sa di unë jo. Nuk kam informacion të jetë marrë ndonjëherë seriozisht si situatë. Po kultura e denoncimit të qytetarëve. Denoncimi qytetarëve. Denoncimi qytetarëve në fakt është e vërtetë që qytetarët e kanë fajin vetë që nuk e ngrenë zërin, ashtu siç dolëm shpartë tek ajo që e kanë hallin dhe kanë frikën të japin emrin. Jo po i thash se është komshiu, jo se nëse e denoncoj, do më thotë komshiu që pse e bëra. Pra, ne nuk spionojmë dot njëri tjetrin. Ky është Mendoj problemi. se nuk kanë dhe shumë faj, se ne vim nga një kulturë ku shpeshherë këto denoncimet që kemi bërë na janë kthyer dhe në fatkeqësi. Unë vi nga një qytet i vogël dhe është shumë e vështirë që ti komshiu mund ta kesh dhe çunin e xhajës, mund ta kesh familjar dhe sado shqetësues ti e gjë veprimtaria që ai po bën, ti e ke shumë problematike ta denoncosh policisë se të direkt të del emri. Dhe kjo mendoj që është diçka shumë negative, të paktën të kishim një sistem ku çfarëdo që të ndodhte për sa i përket policisë dhe qytetarit të ishte në mënyrë të fshehtë, mos bëhej problematika aq e madhe dhe thjesht ajo gjë të mbyllej dhe aq nuk është nevoja që personi në fjalë ta vazhdoj. Do me thënë ti po thua që nëse ke një shqetësim, ti i bie policisë dhe policia shkon tek shqetësimi që ti ke dhe thot filani është ankuar për ty. Po. Dhe problemi bëhet pastaj më i madh se ç'ishte. Po. Njoh shumë raste konkrete që ka shkuar situata më keq se kaq. Domethënë ai mund të jetë shqetësuar për shembull nga muzika e dasmës dhe të nesërmen si i zoti i shtëpisë ka mbaruar dasmën, ka shkuar te personi që e ka denoncuar dhe nga dasma u bë fatkeqësi. Kështu që kjo gjë është shumë problematike e madhe. Dhe kam përshtypjen kjo lidhe me mungesën e profesionalizmit të policisë. Po kjo është shumë. Kjo nuk është një rast, kjo ndodh
thuaj se kudo. Unë nuk di një rast ku një qytetar të jetë i sigurt që do shkojë në polici, do denoncoj dikë dhe të jetë i sigurt që nuk do i dalë emri. Unë kam pasur këtë frikë gjithmonë kur kam pasur kur kam pasur dëshirë të denoncoj, po vitet e fundit e kam marrë kurajon. Për shembull, ishte një miku im këtu tek pazari i ri që po krijohej një shqetësim dhe ai e dëgjoi policin kur vajti që të shpërndante ata të rinjt aty poshtë që po bënin zhurmë, është ankuar ky i katit të tretë dhe duhet të largoheni. Me një fjalë ti e ekspozon se kush është ankuesin. Kjo nuk është fare profesionale. Me thënë drejtën. Absolutisht jo, se ti krijon një konflikt më të madh se sa për çfarë ke ardhur të zgjidhësh në fakt, krijon një konflikt shumë më të madh. Po është e vërtet. Kështu. Megjithatë është, domethënë është ju e shikoni si një situatë të mirë angazhimin e të rinjve për çështjet publike, domethënë si është një lloj perceptimi për brezin ku jo. Tani sigurisht gjithmonë ankohemi, ja, po unë doja të isha kështu pak më realiste, domethënë si është pozicioni i studentëve, i profesionistëve të rinj në raport me angazhimin në kauza sociale ose publike. Qytetar. Në fakt, mendoj që të rinjt nuk është se kanë marrë seriozisht angazhimin qytetar. Besoj se dhe ju e keni vënë re vetë nga trajnimet, aktivitetet që bëni, që është një numër shumë i ullët studentësh, të rinjsh, aktivistësh, janë shumë pak në fakt. Kjo vjen nga ndoshta presin një lloj, e ke parasysh, duan vetëm të punojnë, të kenë atë shpërblimin në fund, nuk është se e vrasin shumë mendjen se çfarë do bëhet në këtë vend. Ndoshta kjo është arsyeja edhe pse ikin nga ky vend. Sepse thonë që këtë fat kemi, këtu kemi mbetur dhe këtu do jemi. Po ti vetë ke menduar ndonjëherë të ikësh? Jo, me thënë drejtën nuk e kam menduar kurrë. Pse? Sepse shkolla që po mbaroj, fakulteti që po mbaroj, gjithë kontributin ta jap në vendin tim. Kështu nuk kam se ta jap diku tjetër. Gjithë ato vite të lexuarash, lotësh, djerse, besoj se ja vlen ta jap kontributin në vendin tim. Është interesante, por ja? Unë mendoj se të rinjt nuk e kanë të kultivuar këtë ndjesim për të qenë aktivist, për të shprehur një shqetësim, për të bërë pjesë me shoqërinë. Dhe nga një anë nuk ju ve faj, sepse ne kështu kultivohemi, që në 9-vjeçare, që në gjimnaz, thjesht që të mbarojmë shkollën, të marrim diplomën dhe të punësohemi. Ne nuk e kemi atë ndjenjen e adetarizmit, që realisht ta duam këtë që po bëjmë dhe t'japim diçka vendit tonë. Unë me thënë të drejtën deri para pak kohësh e mendoja që të largohesha, duke qenë se nuk po e gjeja dot veten, domethënë sikur po më vlerësoj potenciali që unë po jepja, por me kohën duke dëgjuar eksperiencat të shumë njerëzve, po kuptoj që ndonjëherë nëse realisht gjen pozicionin dhe koha dhe vendi i duhur, mundesh që të arrish çdo gjë aty ku je. Dhe aq shumë pak që në vendin tënd ke më shumë bonuse dhe për të arrirë më shpejt. Po kjo vjen nga perspektiva që ti nuk i ke parë çfarë ndodh jashtë apo domethënë unë kam parë dy botë. Kur shifja botën jashtë më dukej më interesante, më e bukur, po nuk kisha hyrë aq brenda sa ta shija realisht se sa sfida kishte. Kur realisht po shikoja, po lexoja, merja eksperjenca e personave të tjerë, kuptova që nuk ishte kaq e thjeshtë, do shkosh jashtë një botë e panjohur, do e nisësh çdo gjë nga zero. Unë tani po e mbaroj bachelorin, nëse shkoj jashtë duhet të nis një shkollë të dytë, le të themi, të nis çdo gjë nga e para për të vazhduar këtu ku jam. Ndërkohë në vendin tim, unë mbaroj sot, nesër kam 2-3 pritshmëri për një vend pune, për të krijuar karrierën dhe në një lloj mënyre e kam më lehtë për të vazhduar. Po mirë, kjo është gjë e mirë. Megjithatë ti thaj që deri diku është e kuptueshme që të rinjt sot nuk janë të angazhuar. Domethënë, ti mendon që është një mungesë e rolit le të themi të familjes që nuk i nxit të fëmijët të jenë më aktiv, është sistemi tashësimor që nuk e bën këtë, domethënë kujt ja ve fajin më shumë. Mendoj se sistemi tashësimor duke qenë se prindrit tanë janë rritur me atë sistem dhe ne po e vazhdojmë. Në një lloj mënyre prindrit atë kanë ditur dhe atë na kanë dhënë. Kurse sistemi e di shumë mirë çfarë po bën dhe thjesht po na mban brenda një rrethi dhe nuk na lej që të dalim jashtë. Unë në këtë perspektive shoh. Po Jura. Unë do thoja që ne nuk e kemi fare kulturën e vullnetarizmit. Si të rinj, si aktivist. Kjo është e vërtetë. Sepse po të shkosh jashtë,
duhet të aplikosh në një punë, duhet patjetër të kesh bërë një vullnetarizëm. Ndërkohë që këtu tek ne nuk e marrin fare parasysh ç'është vullnetarizmi. Kupton? Nuk i Po pse intereson mendon, askujt. pse mendon se Që pse nuk e marrin parasysh? E shohin si gjë, domethënë madje si turp, që pse ta bëjon këtë gjë? Shiko si ta nxjerron figurën time ta bëj këtë gjë, ndërkohë sa më larg këtyre gjërave. Ndërkohë që në fakt nuk është kështu. është e vërtetë, edhe un kam ndryshuar pa konceptin për vullnetarizmin kur kam shku jashtë. Edhe kur kam parë se sa avantazhoheshin studentët të cilët kishin bërë punë vullnetarizmi. Pak të një, jo më të tjera që Patjetër, po ka një sasi orësh, për shembull, në Amerikë ti mundet që të përfitoje bursën, ti mund të jesh student me 10, mund të ishe i shkëlqyer, mund të ishe talent, po nëse ti kishe edhe vullnetarizëm, bursa jote mbulohej plot. Nëse s'kishe vullnetarizëm, pa ata i kushtonin rëndësi edhe këtij elementit që jo vetëm i zgjuar, po ti kur bën punë vullnetarizëm do të thotë që ti je i ndjeshëm ndaj komunitetit, që ti të punosh në grup, që ti kujdesesh, je bashkëpunues, kujdesesh, se jo domosdoshmërisht është kjo, për shembull mua prindrit më thonë, ke një detyrë të mësosh. Më thonë dhe sikur ti s'kisha si detyrë, domethënë ore ndonjëherë mendoje kështu, po s'pas kam unë asnjë, s'mund të mbaj unë 2 detyra. Po ti ke detyrë vetëm të mësosh sepse ai ishte meraku parsor dhe kam përshtypjen që pastaj edhe ti merrje rol, më kupton, thua, ore, vërtet unë këtë rol kam. Unë një detyrë pas kam, më kupton, edhe hajde po e bëj këtë dhe kur të vinte një ftesë për shembull në seminar apo kur të vinte një ftesë për një punë vullnetare apo për të pastruar detin apo për të pastruar lagjen, ti të ngelet kjo. Pse ti bëj këto të tjera, unë një detyrë kam të mësoj. Po edhe kjo lidhet pak edhe me një regjim tjetër që do duhet të prindët janë të parët ato që thonë po ç'a do këtë gjë, po ç'a përfitimi ke nga kjo gjë, pra çdo gjë është në sensin ç'a do përfitosh, po jo çdo gjë është përfitim. Fakt edhe vullnetarizmi vetë përfitim është se siç e tham, po. Po jo afat shkurtër në kuptimin edhe monetar që ti jep. Eksakt, do ja dilja një shpërblim monetar. Pra këtu është e gjithë gjëja, duhet të ketë një shpërblim monetar, por nuk është vetëm kjo. Sepse domethënë ne e shikojmë, ti e the pak a shumë që edhe në punën me qendresën ne e shohim që si është situata me të rinjt dhe me çështje e vullnetarizmit edhe me angazhimit. Megjithatë, unë duhet të thënë që edhe në këtë situatë jo fort mirë ka hapësira interesante dhe ka zhvillime interesante, qoftë nga organizata si e jona, qoftë nga të rinjt të cilët mundohen të organizohen në mënyrë të pavarur, që ka disa klube, disa organizata, shumë organizata të tjera të cilat punojnë. Si e shikoni ju këtë hapësirën e shoqërisë civile, domethënë keni ndonjë kritik ose ndonjë përshtypje? Shoqërinë civile. Po. Në çfarë sensi kritik? Nuk e di, mbase mund mos kesh kritik, po thash, a ke një reflektim për shoqërinë civile? E di pse thash kritik, se gjuhat shkon kritik, për shembull ti kur shikon që cilat janë institucionet me besueshmërinë më të madhe në publik, shoqëria civile është me ulta. Unë jam vetë aktor i shoqërisë civile, por nuk mund të them që shoqëria civile performon në mënyrë të shkëlqyer. Apo ka po bën gjën e duhur, domethënë ka mëkatet e veta, po nuk e di si e shikoni ju domethënë. Në fakt, mendoj që shoqëria civile ka rolin e saj, po nuk është se akoma nuk kemi arritur në atë nivel ne si popull, si vend, si shtet që t'i japim rëndësinë e duhur. Dhe pse shoqëria civile në fakt ka, si thua, ka atë impaktin e vet dhe ka shumë të rëndësishëm. Këto trajnimet, pra këto aktivitete, këto gjëra që bëhen nga shoqëria civile, këto në fakt sjellin ndryshimin. Ja sot jemi për fshekzjarret. Nesër mund të jemi për një problem tjetër, ndërkohë që e tham që vetë bashkia, vetë policia e shtetit nuk po reagon për fshekzjarret, ndërkohë ne po e ngrem zërin dhe jemi këtu sot duke e folur dhe ndoshta nesër pas nesër do marrë një zë shumë të madh edhe ndoshta fshekzjarret nuk i dëgjojmë më me shpresë. Kështu që ndoshta duhet t'i japim pak më shumë rëndësi shoqërisë civile dhe jo ta shohim si një komponent negativ, se në fakt kështu shihet. Edhe besoj unë mua më ka rënë bar edhe vetë, më kupton se ne tani jemi të identifikuar si pjesë e shoqërisë civile, të paktën unë, edhe ti ke gjithmonë këtë peshën e do bëhesh si ai, do bëhesh si ky, ka qenë dhe ky dhe ka, më thënë jeni të tillë të shitur, mundoheni të ngrini figurën dhe pastaj të kaloni politikisht. Domethënë ka një seri skenarësh të cilët qytetarët edhe në mënyrë objektive se si kanë operuar aktorët e shoqërisë civile më përpara, po edhe për shkak të një demontimi që vjen nga politika. Politika mundet ndonjëherë të bëj pisa dhe sektor të tjerë, vetëm për të delegitimuar, pra për të mos organizuar qytetarët
politikë si interesojnë që besueshmëria e qytetarëve të shoqërisë civile është të jetë sa më ulët, që pastaj mos ketë një reagim kur kanë nevojë qytetarët të reagojnë për këtë. Po që është e dyanshme, nuk është se ka vetëm faje. Po për ty Rea si Unë personalisht më shumë se kritik doja një dëshirë që të promovoj më shumë. Unë e shoh tek të rinj që as nuk e konceptojnë se çfarë është shoqëria civile, jo më të jenë pjesë të saj, domethënë në një mënyrë aktive. Dhe mendoj duke organizatat që janë për të rinjt e të tjerë, thjesht të bëjnë një promovim jo vetëm në rrethin që ata kanë krijuar dhe dinë që kanë një grup aktivistësh për të dalin përtej, duke synuar jo vetëm universitete, por dhe komunitete të tjera, dhe mendoj që vetëm kështu mund të krijohet një grup i fortë dhe eficient për të arritur realisht diçka që do i bënte punë shoqërisë civile dhe të gjithë vendit më pas. Po, se ndonjëherë ne kam përshtypjen jemi të lidhur vetëm me gjëra të mëdha, domethënë ne duam të bëjmë vetëm gjëra të mëdha, dhe këto punë të vogla për shembull, shumë kush mund të thotë që ne kemi qenë bashkë dhe disa për shembull thonin po me këto merreni, me fshek zjarrt merreni tani. Por që në fakt unë e kam dëgjuar këtë kur dola te Wake-upi që i thash miqve të mi normalisht që po ç'është kjo temë fshek zjarrit, për fshek zjarrit fole ti. Po ti po mbaron këtë, po bën atë. Pra, këtë po them, nuk e kemi këtë kulturën. Është turp të dalësh, të flasësh për një temë që realisht na dëmton të gjithëve. Imagjino të dalësh nesër pas nesër për gjëra pak më të vogla që kanë rëndësi të madhe. Ç'a mund të thonë? Po pse si ishte reagimi i miqve? Pra do bëhemi ndonjëherë njerëz ne, do bëhemi apo s'do bëhemi kurrë? Po pse për fshek zjarrit fole ti? Grupi shoqëror i Urës pas ka qenë mirë se të minjt thoshin, dole prap ti, po bën këtë tani, nuk u lodhe me këto të shkollës, dhe jam okay, në rregull, mund ta provoni dhe ju. Dhe nuk kam faj se deri diku këto nisma që marrim ndonjëherë dhe nuk shçohen deri në fund. Dhe kjo gjë i bën njerëzit që sikur të shtyhen, mos jenë më aktiv tek nismat që marrin, po sërish duhet të kemi atë vetdijen që prit, po bëhet kjo gjë ta shohim, të bëhemi pjesë, ta çojmë deri në fund. Unë për shembull, po është shumë e vështirë për të treguar suksese të vogla, sepse njerëzit janë çik shumë më të dhënë pas gjërave epike. Për shkencë. Rrëzove një kryeministër apo rrëzove një ministër apo hodhe poshtë një, apo siç janë këto lajme tani që i shikon të gjithë të stacionuar te Deres Paku, domethënë po s'ke futur njëri në burg, nuk e bën ndonjë punë të madhe. Ndërkohë që për shembull edhe demotivohesh edhe vetë. Për shembull ne me ekipin e qendresës kemi bërë shumë gjëra që lidhen që janë gjëra të vogla, për shembull kur kemi nisur atëherë me universitetin, mbaj mend kemi shfuqizuar një tarif që ishte për drejt në informimit, që po të kërkoje informacion. Mirë, po ky është një sukses i vogël që nuk lidhet specifikisht me një komunitet të ngushtë, që ishin studentët, që kur kërkonin diçka i kërkoi lek, ju kërkoi lek, po jo vetëm listnota, se listnota ata mund ta specifikonin edhe për çdo lloj informacioni, ata të kërkonin lek. Dhe unë domethënë që në atë moment fillova të kuptoja që këto sukseset e vogla ti nuk i pompon dot. Mirë, po fillove të punosh, domethënë bësh një gjë sot, një gjë nesër. Për shembull nga protestat e mëdha që ne kemi bërë, nuk është se kemi dalë pa gjë. Mund të kemi marrë shumë pak. Po në fund ditës po mos kishim dashur të kishim marrë asaq pak. Edhe më mirë pak se asgjë në fakt. Po, edhe kjo çështja e zhurmave dhe e fishek zjarrve që ju po ndiqni. Kam përshtypjen që mund të përshpejtoj diçka ose rrit sensibilizimin, që do të thotë nëse këtë komunikimin që ne po e bëjmë sot, ata që kanë firmosur, mund ta vazhdojnë ata, mund të mos e çojmë ne në fund, por mund ta vazhdoj dikush tjetër dhe mund ta çojë dikush tjetër, ose mund të vej në presion që nëse një politik ishte për të ndërmarrë deri në fund të vitit, mund të krijojë një lloj presioni që të merret në 6 mujorin e parë nga ky moment. Megjithëse punët në Bashkinë e Qytetit nuk janë aq të mira me situatat ku ndodhet le të themi leadershipi i bashkisë. Megjithatë unë prandaj e lidha pak këtë, se nuk doja ta mbaja vetëm tek zhurmat, po doja ta lidhja edhe si një lloj komunikimi për atë që është angazhimi qytetar. Për ju vetë si ka ardhur kjo forma e angazhimit qytetar? Se kam përshtypjen që kjo është një pjesë e rëndësishme, domethënë ka pasur një moment kur jeni stepur dhe pastaj keni provuar apo si ka nisur dëshira.
Po, nuk e di, domos si e keni gjetur veten për të bërë gjëra përtej asaj një detyre që të lëm prindit të mësosh e kjo. Me thënë drejtën, për mua personalisht ka nisur nga këto trajnimet, nga këto seminaret e vogla, që pastaj këto trajnimet Po kur ke marrë pjesë seminar për e të parë, domethënë si të ka ardhur ftesë, nuk e thënë ti ç'është ky seminar, ç'a do bëjmë? Në fakt, po, ashtu kam thënë. Ç'a po më duhet mua ky trajnimi tani? Ndërkohë që unë jam fakultet, okay, jam me nota shumë mirë, po gjithmonë mendoja ta mbush këtë CV-n aq sa ç'duhet, edhe duke u nisur me këtë idenë, fillova pastaj të murit ky angazhimi qytetar, se nga një gjë del një gjë tjetër dhe kështu shkon ajo zinxhir. Kështu që nuk më doli keq me thënë drejtën, doli shumë mirë. Edhe sot kam 6 faqe CV. Kështu që jam shumë e lumtur. Ndërkohë ti edhe punon. Po. Domethënë je e ingranuar me botën e ligjeve. Po. Në fakultet punoj, po e shijoj shumë. Mendoj që nuk kthehet më kjo kohë. Qa drejtimi? Qa drejtimi? Po. Drejtësi. Jo, domethënë tek drejtësia çfarë drejtimi? Penal. Është bërë kështu. Po pse të pëlqen? Pse më pëlqen penali? Fakt, na duhet një podcast penali tjetër. Penali është shumë i rënd për femra. Për vajza dhe gra. Po pse jo për meshkuj si që ka i rënd? Jo, nuk e kisha në këtë. Unë po them, më duket shumë i rënd, nuk e kisha. Për mua është pasioni im. Se për shembull unë e shikoj, domethënë ka ata të merren për shembull me dëmet, ka ata që merren me ndarjet. Shiko, unë them. Domethënë ti nga se je nisur për ta bërë këtë zgjedhje. Ka disa që e zgjedhin dëmet sepse ka më shumë lek për shembull. Ka disa që është ndarjet sepse janë më të lehta. Zgjedhja ime nuk ka të bëjë fare me lekët. Drejtësia për mua dhe penalja ka qenë pasion që e vogël, që 5 vjeç, nuk ka lidhje fare me këtë pjesë monetare. Është thjesht, unë mendoj që njeriu lidh me një dëshirë në këtë jetë. Dhe asaj dëshire i kultivon edhe gjëra të tjera. Gjatë kohës sheh ku është ekspert, ku ndihet më mirë. Unë kam vënë re që eksperta përveç se ke penalja nuk jam, tek civilja ke dëmet që thua. Mendoj që ato duan shumë, domethënë janë të lodhshme. Diçka që është e lodhshme është kurse penalja do fantazi, do logjik, do imagjinat, se ti do të nxjerrësh dikën nga burgu, nuk është aq kollaj. Duhet ta shfrenosh imagjinatën. Kurse dëmi, do lexosh ligjin, do vësh në zbatim ligjin, ndërsa kështu është më ndryshe. Në rastin tënd vetëm nxjerr apo edhe fut në burg? Në rastin tim për momentin, puna që bëj është për të nxjerr. Pas disa vitesh do i fut. A ka një dilemë midis morales dhe asaj që në fakt po. Shpesh herë ka. Po si e gjen këtë si ekuilibër? Si e gjej si ekuilibër? Mendoj që duke u bazuar vetëm tek ligji, unë aty bazohem, vetëm tek ligji, dhe nëpërmjet ligjit e gjej zgjidhjen, edhe për pjesën morale që përmende. Interesante, se gjithmonë e kam menduar këtë prandaj. Po ti re? Unë aktivizmin e kam nisur si sfidë me veten, të them të drejtën, që në periudhën e gjimnazit kam dashur të bëj diçka ndryshe, diçka që realisht mendoja që do më ndihmonte dhe tani që e shoh pas disa vitesh se po kam bërë gjën e duhur. Mendoj që jam stepur vetëm në periudhën kur kam nisur universitetin, sepse Tirana më tronditi. Pse të tronditi Tirana? Nuk po gjeja dot asgjë, nuk dija kush isha, çfarë po bëja, isha në një shok total. Mendojnë që kështu është për çdo të ri që vjen nga një qytet i vogël? Mendoj se po, sepse ne nuk na ofrohet një paketë informuese për universitetin. Ne thjesht na thuhet që universiteti do jetë periudha më e bukur e vitit, e jetës, më fal. Dhe ideja është nuk ishte, domethënë të paraqitej një tablo shumë që nuk dihet çfarë të thoshë, bardezi, nuk di asgjë, rrëmuj, çdo gjë. Dhe unë e kam përjetuar shumë keq derisa i mora frerët në dorë dhe thash prit do filloj nga aty ku e lash. Dhe që rinisa sërish, po shikoja mundësi të reja, diçka që realisht do më mbushte, sepse unë mendoja që në universitet do e gjeja këtë pjesë në aktivizmin. Po ky shoku jot ishte më shumë infrastrukturor, pra ti nuk dije si të lëvizje në qytet, apo kishe menduar gjë tjetër për universitetin dhe doli gjë tjetër, kishe menduar një tjetër jetë sociale dhe doli një gjë tjetër, më thënë kush ishte më shumë tek pjesa e universitetit, sepse isha përgatitur që në universitet do bëja diçka shumë të madhe, të rëndësishme, do bësha një faktor brenda universitetit. Por në realitet, thjesht përballesha me pedagogët që në lloj mënyre të
të jepnin atë ndjesin e pesimizmit dhe nuk të jepnin atë dëshirën që ti mund të bëje diçka më shumë, të dukej sikur universiteti ishte aq dhe ti ishte diçka shumë e pavlerë për të qenë aty brenda. Nuk të jep atë ndjesinë që ti realisht mund të investosh, mund të japësh diçka më shumë. Nuk është pedagogu si për teje, po realisht ti mund të japësh diçka për të. Po tani që kanë kaluar ca vite. Tani duke e parë më ndryshe, nuk e kam atë frikën që Tani është shok po të kthehesh atje në jo, qytet? do doja shumë të rikthehesha edhe një herë dhe të jepja përgjigje për disa pyetje që më janë drejtuar dhe thjesht kam nditur në heshtje sepse nuk kam ditur çfarë të them. Është interesante. Megjithatë, po zgjedhja që ti ke bërë për të studiuar ishte e mirë menduar, ishte ajo që doje të bëje? Të them të drejtën, unë ka qenë një zgjedhje në moment të fundit, nëse shumica studentëve Po thonë nuk kam është ajo pasur ëndra, ëndër, nuk është ajo ëndra që unë gjatë Jura i kishte gjetur shumë herët edhe e zhvilloi. Gjatë periudhës së gjimnazit kam kaluar shumë etapa. Në vitin e parë doja të vazhdoj arkitekturën, në vitin e dytë kisha të presionin e prindërve, thash do vazhdoj mjekësinë dhe në vitin e tretë kaloj financë. Dhe mendoj që bëra zgjedhjen e duhur sepse gjithmonë e kam parë financën si rrugën ku do më çoj tek diçka që unë realisht dua, sepse financa në vetvete nuk më përmbush, sepse për mua është stoike. Dhe unë mendova që nëpërmjet financës do vazhdoj marketingun, ku është një gjë që realisht unë e dua dhe mund ta bëj në 100% tim. Është diçka që realisht unë të bëj diçka të re dhe që të ketë potencialin e duhur. Mua më vjen shumë mirë që ju kam njohur të dyjave. Domethënë ti kam shtypjen ke edhe disa vite për të zbuluar këtë ëndrën në punë pastaj. Domethënë nëse Jura ka filluar ta prek pak, jo pak, po tamam ekzekutimin e asaj që kam mësuar, kam përshtypjen që për ty është fiks në këto ditët e para tani fillimet se si do angazhohesh. Unë nuk dua që ta zjas më shumë, dua vetëm që të bëjmë një mbyllje që lidhet me një mesazh që ju doni t'i jepni qoftë për peticionin, qoftë për iniciativën e zhurmave, ose një që mendoni që ka vlerë për dëgjuesit që ne na ndjekin. Jura, po e nis me ty. Okej, do thoja vetëm që kjo kauzë është shumë e rëndësishme, jo vetëm për një komunitet vogël, jo vetëm për 2-3 persona, po për gjithë ne. Siç e thamë që në fillim, mosha e tretë, studentët, fëmijët, bebet, prindit, kafshët, siç e përmendi edhe Rea. Ne kemi pas edhe një rast madje që ishte një person te kopshti zoologjik për kafshët, që na thashin problem shumë i madh. Po, Luani atje nuk gjente vend ku të Ne shohim si gjithë fundin, në fakt se jemi vetë si popull që nuk është se i duam shumë kafshët, po unë flas për vete, po gjithsesi, domethënë jemi vetë popull i tillë, kështu që them që duhet ta marrim seriozisht se rëndësi ka shëndeti ynë mendor, të jetë i qetë, të jetë i paq, se nga një gjë e vogël bëhet një gjë e madhe, kështu që sa më shumë firma. Shumë e mirë. Unë do të thosha që nëse bëhemi qytetar të denj, mendoj që çdo problematik tjetër do sheshohet dhe le ta nisim nga kjo, të bëhemi më realist me jetën që po bëjmë dhe realisht të vendosim gjurmën tonë në këto problematika. Unë shpresoj shumë mesazhet ishin të mira, edhe unë nuk kënaqa në këtë bashkëbisedim. Shpresoj që edhe ju të jeni kënaqur pa pjesën e shpërthimit dhe fishekzjarreve që unë jam shumë mirë, shumë rehat. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirat e dashur miq, ne do komunikojmë sërish së bashku me të ftuarit e radhës edhe me çështjet e radhës. Sigurisht që çështja e zhurmave është një çështje e cila në fakt në kryeqytet më së shumti qytetarët e ndjejnë. Unë ju bëj thirrje që edhe në këto pak ditë në të cilën ne jemi duke mbledhur firmat, ju të keni mundësi që të plotësoni dhe të bëheni pjesë e këtij peticioni për të limituar orën e zhurmave të fishekzjarrëve, po edhe eliminimi i tyre në disa zona të cilat janë të rëndësisë, le të themi, në farforme të veçantë, siç janë spitalet, shkollat, kopshtet, azilet e pleqjve, ku nuk duhet të kemi në asnjë rast përdorimin e këtyre elementeve, kështu që unë ju le takim në komunikimin e radhës në javën e ardhshme. Faleminderit.